Nëse jeni duke kërkuar se ku po shkojnë paratë që të huajt investojnë në Shqipëri, përgjigja ndodhet mbrapa meje. Por këtu nuk po flas vetëm për pallatin që ndodhet mbrapa, po për gjithë sektorin e pasurive të paluajtshme në Shqipëri. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, për gjatë vitit të kaluar janë investuar 379 milion euro në sektorin e pasurive të paluajtshme nga të huajt, ose thëndryshe 17% më shumë krahasuar me vitin 2023. Po pse Shqipëria po bëhet gjithmonë më atraktive për të huajt në këtë sektor? Shqipëria vitet e fundit ka një imazh shumë të përmirësuar. Ka pasur një sektor turizmi i cili ka performuar shumë mirë, të paktën pas pandemisë, po themi 4-5 vitet e fundit. E para është lokacioni nga ana tjetër i Shqipërisë, duke qenë shumë afër me vende të zhvilluara për turizmin, siç është pjesa e Kroacisë, siç është pjesa e Malizisë, siç është pjesa e Greqisë. Stoku i investimeve në sektorin e pasurive të paluajtshme ka arritur në 2 miliard euro. Nëse më përpara të huajt pyesin se ku ndodhet Shqipëria, tashmë ata po pyesin se sa kushton ky apartament me pamje nga deti.